Duke dëgjuar shtypin e ditës, sigurisht gazeta Tema me Ymer Çorapin kishte editorialin e radhës, pikërisht ndaj pagatorit të tij, Erion Veliajt, që unë e kam quajtur Klareta Petaçi në mes të parlamentit, ja kam thënë. Madje edhe kam shkruar: frenojeni atë njeri që do të çmëndi Tiranën e betonizuar. Dhe të gjitha dihen. Kështu, i dashur Ymer, në gazetën Standard në 17 ose 19 qershor 2019 kam denoncuar në faqet parë me foto në krah me Erion Veliajn montazh. Denoncimi i fotoreporterit nga Franca. Kombinat 1 miliard euro. 3 javë pasi unë denoncova. Faleminderit gazetës Standard dhe Gzim Saliut. E dini se çfarë dhurate më bëri zoti Ymer? Shëmbi pallatin Peskaç. Dhe unë nuk kam dëm shpërblim. Dhe e dini pse? Sepse nuk isha në Shqipëri të bëja kontratë. Për kam të ndaluar, kam avokat në prokuror. Pse nuk më njoftuan? Madje, 3 vjet pasi pallati ishte shëmbur, më merrnin taksën e truallit të ujit dhe të dritave, sepse unë isha në sistem edhe nuk isha të regjistruar. Pallati ishte rrafshuar, Asnjë se beson këtu në Francë kur ju a tregoj këto marrëzira të qeverisë së krimit. Dhe tjetra, sa shumë do të dëshiroja që sikur ai epiteti plera për Don Carleton, Don Carlo Bolinon, hajdutin, jepini 700 milion, vetëm beli. Sikur të hapet ai telefoni jot. O Perëndi, se ti ke filluar që me doktorin, e deri tani shëbëtor i çdo tualeti i qeverisës jeti.